jemi mënu, e di që jemi kon bare familjes, bare edhe shoqënisë aty në që në kanë dasht, edhe jemi mënu me kon të fortë që mos me ranu. Edhe momentin që është nis ky? Është koincidencë, po është diçka e kënaqshme. Me 10 tetor të vitit 2001, e ku bërë operacionin e fundit në Gjakov, edhe të nesërmen, ku dalë për operacionit, vjen nusja me gjodjallë. E dëmo, dhe tani fillum me hecë bashkë tani. Edhe jemi mënu jemi mënu, e di që jemi kon bare familjes, bare edhe shoqënisë aty në që në kanë dasht, edhe jemi mënu me kon të fortë që mos me ranu ma tepër. Si e kujtoni ju zonja atë ditë? A ditë një natë përpara ka qenë për 2 ditë përpara. Ka shku mi bë disa analiza, jam konon bashkë me to. Edhe ditën e operacionit, tham nuk jam mirë, s'mu më ardhë, është baba jem që u kanë aty edhe vllai. Joha, kanë shku, e kanë qu me kërë. Edhe momentin që është nis ky, unë kom shku veç e kom lind djali. Ka qenë ora 10 kur ka lind djali, ky ka qenë në sallë të operacionit. Kjo ka qenë e rastishme.